Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Rozana e ashpër ndaj Egli Takos, edhe pse Bigu mbaroi. Këngëtarja dhe ish banorja Rozana Radi ka dhënë një intervistë mbrëmjen e djeshme, kur ndau edhe me publikun reflektime për eksperiencën e saj në shtëpinë më të famshme në Shqipëri. Në mesin e shumë pyetjeve që ju drejtuan, ajo që shkaktoi më shumë zhurmë ishte ajo që kishte të bënte me raportin e saj me një tjetër ish banore, Egli Takon, me të cilën Rozana pati përplasje të herpasershme gjatë qëndrimit në shtëpi. Ajo u pyet: "A ke një emër që do të doje të mos ishe treguar aq e butë me të?" Rozana nuk hezitoi as pak dhe u përgjigj qartë: "Egli Tako." Ndërsa për çështjen nëse ndjeu zhgënjim që nuk doli fituese, ajo e mori me sportivitet duke thënë: "Më jep forcë që isha deri në finale. Kaq më mjafton", u shpreh ajo mes të qeshurash.